Djema, mos u ngutni. Primitivizmit dhe agresivitetit do t'i vije fundi. Bashkë kemi qenë në shkollë, shok të ngushtë kemi kalu do thotë atë periudhën e fëmijërisë bashku, po mund të them se e kemi si shok, ka qenë shumë i afërt me ne, ka qenë komunikativ, na ka ndihmuar për çdo nevojë që kemi pas. Ka qenë, them kështu, më i dallumi ndër shokët edhe më i afërm. Që i dyti me radhë është e kremi i Jamone. Pasi mbaroi shfillore në Prizren në vitin 1976, e regjistroi gjimnazin ushtarak në Beograd. Si kadet, tregoi sukses të shkëlqyeshëm. Më 1980 mbaroi gjimnazin dhe në vitin pasues shkollor 1980-81 regjistrohet në Akademinë Ushtarake në Sarajev, drejtimi i këmsorisë, ku diplomoi më 1984. Puna, zelli dhe aftësia e tij brillante në shkallëtësitë ushtarake bën që kremregjës t'i ofrojnë pozitën e ligjëruesit në atë akademi. Dijet për të asnjëherë nuk ishin të mjaftueshme. Në Sarajev vijoi disa kurse për mësimin e gjuhëve të huaja. Duke u bërë kështu një poliglot i shquar, sikur ta dinte që përveç aftësive profesionale ushtarake, në profesionin e tij do t'i duaj edhe komunikimi me ndërkombëtar. Anglishtja, gjermanishtja, frangjishtja dhe italishtja do të jenë gjuhë të cilët do ta shoqërojnë gjatë tërë jetës. Ishte gjithanshëm, nga radioamatorizmi, hartimi i hartave topografike e deri te peshkataria. Edhe konë shumë njeri mirë, shumë i dishëm, jena konë shashtë, jena konë të këna shku bashkë, edhe peshkim, edhe ka mos e në shoqënu. Edhe shumë nimet e kom pas për atine, shumë njeri miru konë. Në mars të vitit 1993 kthehet në Prizren, që mobilizohet dhe nuk kthehet më në radhët e ish armatës popullore të Jugosllavisë. Ekremi punësohet në kompaninë private të kontabilitetit Standard në Prizren. Gjatë muajit të vitit 1998 emërohet komandanti i shtabit të UÇK-s të Vrinit. Pas vrasjes së komandant Petritit, Remzi Ademajt emërohet komandanti i brigadës 125 dhe në shtator, gjatë ofenzivës sërbe në Vri, ndeshet me forca paramilitare sërbe, si dhe ndihmon popullatën në tërheqjen në zona të lira. Vidat tona nuk kanë ra. 24 orë këtu është mbajt fronti. Janë vra shumë shok, me emër nuk do t'i tregojnë si keni këtu edhe fotografitë e tyne, edhe vepra e tyne është këtu pari. Për që to 24 orë është bo evakuimi i popullatës Lezit, dhe me thonë masa e popullatës është shpetu, mandej është pranu lufta për teritorin e Vrinit. Ashtu që basi nuk ra ditën e parë, Lezi, fati për Ljubiqev, fati për Leskovec, fati për Hoq, poslisht ishte shumë maj madhë se nuk depërtun forcat e armikut që t'i bojnë damet më të mëdha popullit. Në këtë betejë kemi huk djemt më të mirë, edhe trimat më të mëdha të Vrinit. Lufta e cila është bë këtu pari, do të shënohet në histori si betejë e parë në rrethin e Prizrenit që është bë. Trimat që kanë ra dëshmor këtu pari, do t'jenë temelet e një armërie, e cila besoj se do t'jetë shumë ma mirë. Kam nderin e madh, nderin shumë të madh. Të ftoj për para jush komandantin e parë të zonës së Vrinit, zotri Ekrem Regjen Brini. Vëllezër dhe motra, një përmirësim të vogël, mendoj se mua nuk do ta më për shmallë. Komandanti i parë i zonës së Vrinit ishte Remzi Ademi. Unë isha vetëm trashëgimtari i tij. Vëllezër dhe motra, do t'i flasi për disa gjëra, të cilat ndoshta deri tani nuk i keni di. Gjendja ushtarako-politike në tërë trevat e Kosovës, domethënë në tërë territorin e Kosovës, ishte shumë e ndërlikuar. Janë shpallë teritoret e lira, e cekën ta shoh përpara, dhe me 21 qershor të vitit 98
është shpallë zona e lirë e Vrinit. Në kjo zonë, se përket njerëzve që kanë marrë pjesë në fillim ishin Selim Krasniqi, Gjevat Berisha, Salatin Berisha, Zafir Berisha, Gjimshit Krasniqi, Elbasan Shosha dhe Naser Berisha. Këta njerëz ishin qelizje parë e ushtrisë qytetare të Kosovës në këtë treg. Prej tyre janë zhvilluar njësitë më vonë në këtë territor. Zona Vrinit i ka 8 fshatra të cilat i kemi pas nër kontroll të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Një specifik shumë e rëndë, unë si oficer profesional, kërë marrë këtu barin, qëtë shtëpi, kjo është shtabi i Vrinit, këtu ishte komanda, e gjeta këtu Bislim Zurapin, i cili është dërguar nga shtabi i përgjithshëm për ta riorganizuar mbrojtjen e zonës së Vrinit. Me pranimin e tij, domethënë shtabi i përgjithshëm në mënyrë specifike, kuptohemi, lekët e ka pas Drenica, lekët e ka pas Dugaxhini, këtë ishin gjithë njëri me tjetrin. Kanë shpim, kanë kufi, kanë kojshi, nas kemi pas kërkon. Specifiku i zonës së Vrinit ishte kësaj. Në zona e Vrinit i kishte këto specifika. E para ishte, Vrini ishte vetëm zonë e cila mbështet në qytet. Asnjë qytet Kosovë s'mundet mu mburr që ka pas ushtrinë qytetare në lagjet e veta. Këtu i kemi pas dosus. E dyta gjë. Pika 2, njësit fshinje tona, 20 km prej nesh ishin. 20 km, cilën drejtim unis kur rrethohesh. Ku të shkon? Ushtarakisht, ne kemi pru planin luftarak, dhe do shifni ma vonë do t'ju tregoj që ishte plani luftarak. Se këtu e dini mjaft mirë. Vetëm ata që kanë marrë pjesë që të parë e din që atë plan luftarak. E treta, ishte rrethimi plot i territorit të Vrinit. Këto 8 fshatra gjithmonë kanë qenë rrethim. E dinin Dubrat që ka pas njësi. E dim mjaft mirë në Barmakos që ishin, rrugën Zhur Prizren. E dim mjaft mirë që ishin Tusus. E dim mjaft mirë që kishin mbi kokën Svilen. Tërë kohën ishin rrethim. Pyetja ka qenë, si të rezistojmë në qoftë se kemi vetëm kallashat, pushkat automatike, snajper, qysh me rezistu? Me zemër, me trimri. Edhe ma vonë kemi tregu trimri. E katërta, afërsia kufirit në Shqipëri. Mundësia jonë, qysh t'i bojmë ta forcat tona më të mëdha, qysh lidhemi me forcat tona të reja, qysh të lidhemi me furnizim. Këtu ishte perspektiva jonë. Për ato edhe këtu të mos do kemi pas vit me formu zonën e Vrinit. E pesta, politikisht ishim në fillim të luftës. Shumë rëndë është që ta bindim bashkinë ndërkombëtare, atë tash janë këtu, por atëherë s'kemi mujt mi pru këtu pari se jo që nuk na kanë besu, por nuk kanë pas fakte. Se lufta jonë ishte në fillim dhe më vonë bashkia ndërkombëtare e ka pranuar edhe luftën tonë, edhe ushtrinë qytetare e Kosovës si ushtri të popullit shqiptar. Nisha si ushtari njësi speciale shtabin e përgjithshëm të QK-s në Divjak, ma dhanë urdhën që me përcjella dhe komuna Drini. Drini bi gjitha rezonoj ke një paqe në ftyrën e tij, mënyra shkëshur kanë sy. Rezonoj ke se na ishmi të rinë atë kohë, në situata shumë të vështira, e na qetësoi kjo shumë na qetësoi kjo. Po mbi gjitha ka pas një instinkt që mund t'i shike për para senat, para se më ndodhë. Më majnë men, të mëndë dhe ke u kryi një punë e madhe, Kosova është liru, ka ardhë koha me këtë jetës civile. Në këtë jetës civile edhe ashtu ndodhë, ku ka dalë jetën civile, ku më dalë jetën koha. Po unë nuk isha, nuk këthuj në më në shpia, se veç ishë në djekë gjatë luftës, atëherë qëndrova në prezent edhe njëtën kohë nuk isha dhe mjetën për me jetu në prezent edhe komuna Drini e majnë menë si sot tha a dush me ime më konsu diku koha në atë kohë ishë në miku edhe shkujti një letër dvogël e ka shru një letër dvogël tha me që të letër tha shko tha edhe nuk për problemi. Më thonë kishe edhe një respekt madhe të ndërkombëtarët. Dhe këtë letër ende e ka me vetim, dhe ma në gjithë me vetim. Kur orëzimin e dashurisë me bashkëshortën e tij, Hajrien,
Ai e realizoi në flakët e luftës. Më 14 janar të vitit 99 në fshatin Hoq të vogël të komunës së Rovesit. I bindur se jeta vazhdon, populli do të mbijetoj dhe lirin do të gëzojnë me fëmijët e tyre. Në momentet më vendimtare në Kabash, ai harton dhe udhëheq me sukses operacionin për çlirimin e Prizrenit. Më 11 qershor, komandantët e njësive ushtarake fillojnë operacionin për çlirimin e Prizrenit. Më 14 qershor, komandant Drinin dhe ushtarët e UÇK-s, qytetarët e Prizrenit, i pritën me entuziazëm, gëzim e hare. Në këtë grup, në këtë zonë, kur nuk është përmend asnjë parti politike nuk ka pas ndikim. Kemi pas të gjitha partive antar, po kur njerë asnjë parti s'ka mujt me thonë, jo është në ndikim, është njeriu im ose është njeriu tim. Jo, na kemi qenë njerëz të Kosovës.